Dje ky drejtuesi me lek të verdhë dhe me qeleshe Arben Kolan, mos gaboja ka emrin, për cilin kam respekt për ata dhe për një grup shokësh të tij që janë ndjema të mirë. Dha një intervistë që për mendimin tim ruajtja të narrativën dhe ndikimet kulturore politike që ai është rritur në kohën e qeverisë Rama 13 vjet, që kur ka filluar të kuptonte ndonjë çik politikën për shkak të moshës, se ai është i ri dhe para 13 vjetësh mund të ketë qenë i vogël dhe në atë kohë ka filluar të kuptoj nga politika dhe ka zënë rënjë kjo politika. Tashi fjallori politik dhe narrativa e qeverisë tradhtare Rama, ne nuk kemi asnjë lloj urrëtie për askënd, as për serbët, as për grekët. S'kemi urrëtie, në qoftë se ata do na bien do jemi qafë, siç na kanë rënë dhe të tjera, këto 100 vjet, se para 100 vjetësh kemi shku mirë me ta. Këto 100 vjet historia ka treguar që ata kanë qenë armiq tanë, ata na zgjodhën si armiq dhe ne reaguam dhe luftuam me aq fuqi sa patëm dhe ja u kemi treguar vendin, pavarësisht se ata ishin më të fuqishëm, qoftë malazezëve në luftën e Shkodrës, qoftë serbëve ja kanë treguar vendin Tibranët, edhe Esat Pasha atje në Shkodër, kur ju kanë mbytur 9.000 deri 11.000 ushtarë. Ne nuk e kemi vajtur në tokat e tyre, ata na kanë ardhur, na kanë sulmuar, në fillim ishin aleat me ne në luftrat ballkanike, na mashtruan dhe na u kundërbun dhe e mbushën lumin e Vardarit me qeleshet e shqiptarëve, duke hyrë ke aleatët e tyre me cilët filluan luftën kundër Turqisë dhe duke i masakruar dhe ne ju kundërpërgjigjëm aq sa kishim mundësi, por ata ishin më të armatosur dhe më të fuqishëm se ne dhe kryen një genocid ndaj popullit shqiptar dhe ne popullit shqiptar dim të mbajmë shënime, historia ndryshon, raportet e forcave ndryshojnë, ne nuk ja u harrojmë dhe e njëjta gjë edhe me grekët, të cilët na kanë sulmuar nga jugu në luftrat ballkanike, në luftën italo-turke, gjatë luftës parë botërore, po luanët tanë si Sali Butka me shok, ja u kanë treguar vendin kolonjarët, grekëve të cilët erdhën me ushtri dhe dogjën dhe plaçkitën gjithë jugun e Shqipërisë 3 herë gjatë shekullit të kaluar dhe kanë luftuar që të rëmbejnë tokat tona dhe ndjekin politika kundër interesave të shtetit shqiptar. Ne megjithatë nuk i kemi armiq, po ata na kanë zgjedhur ne si armiq që duan të na poshtërojnë dhe të na nënshtrojnë, por ne do t'ju përgjigjemi me zotësinë tonë dhe me kurajon dhe me inteligjencën tonë. Tashi duhet dim që Turqia qysh kur është pallur pavarësia ka qenë një shtet mik i shqiptarëve, pavarësisht nga historia, nga të kaluarat e dhimbshme që ne kemi patur me njëri tjetrin për 500 vjet, dashurit dhe urrëtiet, ose urrëtiet në fillim dhe pastaj urrëtiet dashurit, kanë qenë të mëdha, por në politik nuk ka miq dhe armiq të përjetshëm, por ka interesat të përjetshme. Sot ne me turqit jemi shkojmë mirë dhe kemi marrëdhënie miqësore dhe ata kanë interesa që shteti shqiptar të jetë i fuqishëm në Ballkan. Ky Arbeni tashi nuk e di, ka mbetur me ato narrativat, pse u ngritën njerëzit në Zvërnes? A u ngritën se deshin të merrnin çufot tokat tona? Tashi si mund ta anashkalosh ti këtë narrativ dhe të tregosh që ata kur nuk do t'i marrin dot tokat tona? Qufët të cilët na kanë zgjedhur ne si viktima, dhe ne t'i përzem, ashtu si që përzum italianët, si që kemi përzem romakët, gjermanët, e të gjithë me radhë që kanë hyrë në territorin tonë, dhe që mund të hynë dhe prap do t'i përzem dhe këto toka do të ngelen të shqiptarve gjithmonë. A i thot që turqit kanë interesa, por normal mos zotëri, kanë interesa dhe janë të interesuar që të përmbyset qeveria Rama. Ti tashi je që të përmbyset qeveria Rama dhe të ndikojnë shtete që ta përmbysin atë, apo
je me Izraelin dhe nuk do që të përmbyset qeveria Rama. Turqia normal që do të përmbysë, sepse a i ka futur armiqtë e Turqisë Izraelin, me cilit mund të hyjë në luftë nga dita në ditë, i ka futur për të goditur Turqia nga Sazani me raketa dhe ata të kenë armatim anti-bërthamor aty, në qoftë se goditen nga Turqia, se janë të gatshme. Ti tash pse s'flet asnjë fjalë për Izraelin, që për të cilin filloi lufta, kundër të cilit filloi rebelimi, po merresh me Turqinë. Çfarë po i bën Turqia shqiptarëve? Gjermania, Turqia, Austria, Kroacia janë miq të popullit shqiptar, po edhe bullgarët deri diku janë miq, sepse bullgarët janë armiq me serbët, me rumunët dhe me grekët. Dhe normalisht edhe luftrat ballkanike kanë qenë miq tanë dhe mund të ndërtojmë dhe me ta një aleancë strategjike në Ballkan në rast të ndonjë konflikti. Se çufët munduan ndezin konflikt që të marrin Sazanin me çdo kusht. Tash pse si vë pikat mbi inti, po e shikon Turqinë si rrezik? E shikon si rrezik për të përmbysur Ramën? Turqia nëse vë një dorë bashkë me Gjermaninë, një vend që ta përmbysin Ramën, edhe me Sorosianët, pak rëndësi ka, kemi të gjithë një interes. Tash çfarë bisedash bën kështu, pa kuptim? Ne s'na prish punë as Irani, dhe Irani kërkon ta përmbys Ramën. Edhe shumë mirë që edhe me të bashkëpunohet. Ç'na duhet ne se ka Irani armik ose se janë armiqtë e Izraelit, nga Izraeli i dëboj Rama, që të vinin sot ata ta gjenin fushën bosh, që Irani mos i luftonte këtu me diplomaci, edhe me ambasadë. S'ka bërë asnjë gjë Irani, as ne i ram qaf Iranit, morëm armiqtë e Iranit, i strohuam këtu, i strohoi Rama, edhe bëri ato manovrimet me Mossadin, duke nxjerrë Iranin si të keq me ato gënjeshtrat, jo na bllokoi këtë, jo na bllokoi atë, edhe dëboi mbylli ambasadën. Qa na duhet nëse qa ka Irani me Izraelin? Ne me Izraelin mik, me Iranin mik, asnjë s'ka punë këtu në tokat shqiptare, këto janë teritoret tona, që këte nuk fillon asnjë luftë, ne nuk nxitim asnjë luftë, ne jemi për paqe. Kjo është politika e shqiptarëve. Dhe kushdo që ndihmon në përmbysjen e Ramës këtu, është aleati i protestës. Ja, kaq e thjesht është. O Arben Kolla, mos fol me gjuhën e Ramës të pakicave anti-shqiptare që kanë drejtuar Shqipërinë.